votojnë, sigurisht se votojnë në këtë formë, se ai e organizon mënyrën në këtë formë. Pra, përgjegjësia është ajo që mund të quaj unë shplarje truri të njerëzve. Pa ai është politikani. Është politikan, dakord. Që do të maksimizojë dhe do të çojë partinë e tij para. Nuk është shplarje truri kur ti në 12 vjet s'ke bërë asgjë, kur ti në 12 vjet vetëm nga njëri skandal në tjetrin, kur ti në 12 vjet ti janë futur një pjesë e madhe e njerëzve të tuftë afër në burg, kur ti në 12 vjet s'ke çfarë thot shqiptarëve të tundësh këtë e keni prej me asojnë e pishëm. Në një vend të lartë me ujë. Ne e votojmë është prapë e faji Edi Ramës? Qofse janë gjitha këto të zeza, do të kishim të tjera rezultate. Çfarë ka ndodhur? Po pra, ka fabrikuar një popull. Klasa politike shqiptare ka fabrikuar një popull sipas modelit vet, sipas dëshirës vet. E ka bërë popullin dudum atë pjesën e vet të mendoj që këta janë të mirë. Po kapemi tani me persona në rrjetet sociale që s'najojnë fare dhe fillojnë ashajnë. Mo thonë juve të gjashtës e ku di unë që donit kështu e bënit ashtu. Ja, ku e keni? Dhe hajtë të mbushësh mendjen. Shiko, është pak Tani, me